Punëtorët e Kriporës së Ulqinit bllokuan magjistralen Ulqin-Tivar dhe fundjavën e kaluar. Kësaj radhe bllokimi i rrugës zgjati 2 orë në shenjë proteste për të drejtat e tyre të paplotësuara. Punëtorët shprehen të zhgënjur që deri tani askush nga institucionet apo autoritetet kompetente nuk u ka dalë para për të diskutuar kërkesat e tyre. Ata theksojnë se kërkesat e tyre janë të qarta dhe të justifikuara. Kërkojnë pagesën e borxheve që arrin rreth 900.000 euro dhe njohjen e 5 viteve të punës që nuk janë regjistruar në përvojën e tyre të punës. Është e shtunja 4 më radhë që dalim të blloku rrugën. Ne këtë kemi pri hallit, nuk kemi kontributet prej 5 deri në 6 vite, edhe s'kemi marrë rrogat qysh nga viti 2013. Kemi dalë këtu për t'ju dhënë një alternativë qytetarëve, një rrugë dytësore për me kalu, mirë po herët tjera mendojmë ta bllokojmë më lart, ku do të bllokohet edhe nga Vardanosi, edhe nga qyteti, t'i bllokojmë totalisht. E dim që qytetarët nuk janë fajtor. Ne me këtë rast ju kërkojmë falje, po pa plotësu kushtet tona, i lutemi kryetarit komunës, atyne që janë, që mund të na ndihmojnë, i lutemi qeverisë. Po në fakt s'kemi për çfarë të lutem, sepse s'do na gjë më na fal, po do na më na dhanë ata që ne i kemi fituar, që na atakojnë. Shokët tonë disa kanë vdek, nuk janë sot, fëmijët e tyre kërkojnë drejtat e veta, drejtat e prindve, kështu që është as pak e dëshirueshme kjo punë që bëjmë, por nga zori dhe nga hallet tona e bëjmë. Kështu që edhe një herë mediat, qytetarët, komunën edhe shtetit ju tregojmë që s'kena bën mend munal pa na largu ata me forcë. Unë mendoj që nëse merrem i vesht, herën tjetër do ta bllokojmë diku ku s'do të qarkullojnë kërkush. Kështu që është e pa dëshirueshme, është një gjë e zorshme që e bëm pi hallit, sepse kemi nga 25.000 euro deri në 6.000 euro punëtorët që s'ju kanë pagu me vite. Kjo qeveri ndoshta s'ka faj, sepse ka kanë dikush tjetër në pushtet, mirë po kjo qeveri kur ka ardhe ka ditë se Malizi merret me probleme të shumta, kështu që i ka dalë zot edhe ne lusim që të na kryejnë këtë obligim. A mendoni që ka me u realizu? Po na ka tret besimi, po na më shpresë që do ta bëjmë, se kjo është një problem tjetër, që këta mendojnë me hinë në Evropë, nëse nuk e plotësojnë çështjen e Kryporës, kjo nuk ka shans me hinë në Evropë, veç se ne na vonojnë, se nuk ka shans pa rregullu çështja e Kryporës, ta nuk mund ta mbyllin atë kapitull që mendojnë ta pa na paguar ne. Edhe mendoj që nëse s'dojnë me qef, do ta bëjnë me zor, ose do të mbesim jashtë, sikur jemi deri tani. Përveç kësaj, punëtorët do të kërkojnë edhe interes për shumën që u takon, për shkak të vonesës së të zgjatur në realizimin e të drejtave të tyre. Ata kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë me protesta çdo të shtunë, duke përfshirë edhe bllokimin e magjistrales. Po ashtu, janë duke shqyrtuar mundësinë që protestat të zhvendosen edhe në lokacione të tjera strategjike, me qëllim që të rrisin presionin ndaj institucioneve për të marrë masa konkrete. Bivši radnici Solane su po 4. put ovdje zajedno. Blokirali smo ovu saobraćajnicu da malo skrenemo pažnju, prije svega vlasti u Podgorici, da se neko pozabavi ovim problemom. Solana bavi sekuli 20 godina u stečaju, 13 godina klasičan stečaj. Radnicima se duguje 1.000.000 eura plus 5,5 godina radnog staža. Ne vidimo rješenje, niko nas nije ni zvao ni pitao, niko ne nudi nikakvo rješenje. Nadamo se posle ovoga, mi ćemo svake subote, sem sljedeće kada je Bajram, mi ćemo sad napraviti malu pauzu, ali obećavamo da ćemo one tamo i svake iz buduće sljedeće subote biti ovdje, pa da vidimo ko bude imao više vremena i živaca.